Pastaj subhanallah, ju nuk po them shtaj, mos tash më bëu shumë më lehtë, po para 10 vjetëve apo më tepër 15 vjetëve, apo nuk dëshin me të pa, kupton, as selam as kur gjë, kish njëri pi vllaznive kur hinke, pleç kur vishin, va mirë ke kundrat, va kapke dhe va më ke në vend. Va mirë ke shkopin ja u like të kundrat aty. Edhe hinke dilke edhe ju buzëqesh ke sen hall para me no, fesh njërë të ekshi shtrem tu ashtu, ashtu që po i nimon gjali vetë ja ma kundrat, ki jaman, kupton. Vreja vetë ja ma shkopin, ki jaman, për shembull shkopin, me ko ka nis mu u afru me ata dhe ato theshin, ket me krosht janë dalalet përveç çkti ç'kjon hak. Pse? Çka u bon hak ja, kupton? Pse? Se e ka pa ato të tjerë të vrashta, kupton? E ki qetër, domethënë i mirë. Sikur rasti domethënë mushriki kur vjen prej domethënë mushriki i cili ka qenë ka jetuar domethënë në ato bedevi, katunor Iran që thonë, kupton? Beduin, kur ka ardhe beduini, kupton, e ka pa xhamin e pejgamberit sa normal, nuk ka qenë sikur në këtë stil sot që është. Kon domethënë me dhe, po, edhe kon me mur, edhe për mi domethënë që kon mblume me dryt palmës. Kupton, çështo. Edhe e ka pa ai si e mshelt ka minutë që është WC. Edhe ka him rrenë edhe ka kry nevojën. Edhe kur e shohin sahabët, të ngarinin ta kapin, a kupton? Pejgamberi alayhis salam çka thotë, da'uhu, laneni. Ne ta kry nevojën. Pastaj i urdhëron thotë, merreni një kovë ujë edhe ja xhujnë velin ku e ka kry urinën, nevojën. Edhe pastaj e thirat atë personin. I thotë, kjo është vendi që falen. Kjo është xhamia e Allahut, tu madhërohet Allahu. Tu nuk lejohet mu bë këta vepra. Çka thot, o Zot, Allahumma irham Muhammeden wala tarham, o Zot, mëshiroj këtë Muhamedit, mos i mëshiroj as në të tjerë. Pse se kënë të mbi të tjerë, e kupton? Edhe pranon, domethënë çati për çati e pranon Islamin, edhe çka, edhe ja thot, ban dua si e ngushtove rahmetin e Allahut. Rahmeti i Allahut është shumë i gjon, ban dua për këtë, edhe i drejtohet sahabëve i thot, yessiru wala tu'assiru, bashiru wala tunfiru, domethënë lehtësoni ja, mos e vështirësoni, afroni e mos i bëni njerëzit hikin prej juve. Më çka butësia. Shumë raste ka.